Prej orës 10:10 në kryesinë e kuvendit po mbahet me dyer të mbyllura mbledhja e Këshillit të Mandateve, ku do të shqyrtohet kërkesa e SPAK për autorizim për arrestimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Palët ende po diskutojnë aspektin procedural se si do të zhvillohet mbledhja. PD kërkon që mbledhja të jetë e hapur për publikun, por PS kundërshton me argumentin se duhet ruajtur sekreti hetimor. Edhe vetë SPAK ka kërkuar mbledhje me dyer të mbyllura, kërkesë e artikuluar edhe në mbledhjen e sotme. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku nuk është paraqitur në mbledhje, por ka dërguar avokatin Ardian Kalia. Në kohën kur po zhvillohej mbledhja, Balluku shkoi në kryeministri për mbledhjen e qeverisë. Ndërkohë, SPAK përfaqësohet nga prokurori i çështjes Dritan Prençi, kreu i ri i SPAK Klodian Braho dhe prokuroria Dorina Bejko. Partia Demokratike dhe krye parlamentari Niko Peleshi janë përfshirë në debate sa i takon USB-s me prova, e cila është kyçur në kasafortën e protokollit me argumentin se materialet janë sekret hetimor. Gjatë mbledhjes pritet të diskutohet edhe me prokurorët e SPAK se si do të trajtohen këto materiale. Ndërkohë, në relacionin e dorëzuar në kuvend për heqjen e imunitetit të Ballukut, SPAK rendit edhe arsyet se pse kërkon arrestimin e saj. Balluku dyshohet se ka manipuluar 12 tendera me vlerë 1.2 miliard euro, u ka bërë presion dëshmitarve dhe rrezikon të bëjë krime më të rënda për shkak të personalitetit, renditet në relacionin e SPAK. Në të shkuarën, Këshillit janë dashur të paktën 2 mbledhje për të shqyrtuar kërkesën. Rregulloria e kuvendit nuk ka afat se kur duhet ta mbyll shqyrtimin. Nga mbledhja e fundit e Këshillit janë maksimumi 2 javë kohë për hartimin e raportit, i cili duhet të votohet në seancën më të parë. Ligji ka vetëm një parashikim 3 mujor, brenda të cilit, nëse nuk merret një vendim, kërkesa e prokurorisë rrëzohet.